Një ditë më parë në hyrje të rrugës e cila lidh rrugën e Lumit Vlorës me fshatrat Velç, Ramic, Verbas, Bashaj, Matogjin, Vërmik, u zhvilloi një protestë paqësore. Në këtë protestë banorët kërkuan riabilitimin e rrugës kryesore. Përgjatë zhvillimit të protestës u bllokua për disa minuta segmenti rrugor i Lumit të Vlorës, një prej rrugëve më të frekuentuara të qytetit. Për këtë shkak, policia e Vlorës po procedon penalisht 2 nga pjesëmarrësit në këtë protestë. Në komunikatën zyrtare të shpërndar për mediat gjatë kësaj thënie, Blut e Vlorës konfirmuan se specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenis referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit me iniciale S dhe NJ, pasi në datën 28 shtator 2025, këta shtetas kanë organizuar një tubim gjatë të cilit blokuan për disa minuta rrugën e aksin rrugor Vlorë-Kuç, pranë kryqëzimit në fshatin Velç. Gjithashtu përgjatë 24 orëve specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës arrestuan një shtetas 46 vjeç banues së Sarandë pasi u kap nga shërbimet policore në lagjen nr. 4 duke shkelur masën e sigurisë arrest në shtëpi. Referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një tjetër shtetas 27 vjeç banues në fshatin 6 të Sarandës, pasi në datën 27 shtator 2025 në fshatin 6 për motive pronësie ka kanosur një shtetas 30 vjeçar banues të Sarandë. Po ashtu specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorin vendore të policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me inicialet DB 47 vjeç banues në fshatin Shën Vasil, pasi gjatë kontrollit fizik dhe të banesës së tij ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike kanabis. Materialet për raste të fjalë ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme timore.